Rikthehemi në studio edhe për bisedën e radhës me një personazh mjaft të favorizuar dhe të preferuar të çdo personi publik i cili ka ndjekur edhe rjetin apo të themi edicionin më të ri të Big Brother VIP Albania. Një fytyrë publike që i ka munguar skenës për shumë kohë të gjatë dhe rikthehet me një hit të radhës i cili është në një këngë mjaft e bukur që ne ndoqëm edhe pak më parë me ne sot në studio në lidhje të drejtë për drejtë kemi Klajdin Musabelliu. Përshëndetje Klajdi, mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Me të vërtetë është kënaqësi të kemi ekskluzivisht në televizionin tonë shtetëror të Maqedonisë së Veriut dhe për herë të parë të bisedojmë edhe për projektin që keni sjellur. Unë padyshim e kam ditur që kënga do të jetë një hit i radhës, një këngë fantastike, por si ka shkuar i gjithë projekti, gjithë procesi i krijimit të kësaj këngë? Projekti deri në këtë moment ka shkuar mirë. Është një projekt i realizuar nga Irken Syka, Angela Peristeri dhe Petro Gjori. Është një këngë e cila po pëlqejet mjaft. Besoj që edhe në Maqedoninë e Veriut vajzat do ta pëlqejnë së tepërmi, ashtu sikurse në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe më vjen mirë për këtë intervistë dhe për këtë mëngjes që po kaloj së bashku me ju. Je kthyer në studio aty në folen ku ti edhe krijon magjit tua, Klajdi. Të ka munguar të bësh këngë të tilla të cilat pëlqejnë edhe nga të themi fansat e tua të shumta? Sigurisht, kisha bërë pak pushim domethënë nga muzika dhe sigurisht më ka munguar. Ky është një projekt i parë, i cili do të pasohet nga disa të tjerë. Ideja është të vazhdoj me muzikë zbavitëse dhe argëtuese. Por midis tyre do të ketë balada, këtë jo dhe bashkëpunime me këngëtarë të Maqedonisë Veriut edhe të Kosovës. Me padyshim që kjo është vetëm në fakt fillimi dhe sukseset vetëm se do të fillojnë prej këtu e më tutje. Unë dua të di se cilat ishin komentet e para kur ti publikove këngën, sepse për vetëm 8 ditë, Klajdi, ti numëron gjysmë milioni shikime dhe është numër 1 kënga në të gjithë Shqipërinë, mirë po edhe në vendin tonë. Na trego pak më shumë për komentet e para, si u prit i gjithë projekti nga mbështetësit e tu më të afër. Nuk e kam realizuar asnjë promo, asnjë lloj promo me pagesë domethënë video, se kam lënë të lirë. Komentet mund të ishin një fare qartë në çdo rrjet social, përfshirë dhe YouTube-in, aty ku është publikuar kënga. Kënga është komentuar për fatin tim të mirë për më së miri. Komentet janë kryesisht gjitha pozitive dhe po më vjen mirë. Padyshim, dhe siç e përmendë edhe ti pak më parë, kënga është një dedikim të gjitha vajzave, për të gjitha ato vajzat që të ndjehen sa më bukur, të vlerësuara dhe gjithmonë në mbështetje nga gjinia të themi pak më e fortë. Unë dua të pyes se Klajdi ende qëndron beqar, ndoshta fatin e ke në Maqedoninë e Veriut, nuk i diet apo jo? Po sigurisht në ende jam beqar dhe sigurisht mund të jetë dhe fati në Maqedoninë e Veriut. Le të shohim. Shpresoj që me hitet e tilla që do t'i sjellësh edhe në vendin tonë të kemi të ftuar ndonjëherë edhe në studio që të vish dhe ta vizitosh Shkupin nga kështu më afër, sepse mjetës nuk i diet as pak. Klajdi, unë dua pak të kalojmë edhe tek shtëpia më e madhe e të gjithë shqiptarëve e cila qëndron të jetë Big Brother VIP Albania, edicioni 4, i cili ende nuk ka mbaruar. Më trego pak për këtë eksperiencë, sepse kjo eksperiencë me të vërtetë të ka sjellë mjaft një rikthim të freskët, qoftë profesional, mirë po edhe për të gjitha përfitimet që i morën nga ky spektakël. Po Big Brother është një format televiziv gjithëpërfshirës, e shikojnë gjithë shqiptarët anë mban botës, jo vetëm në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut. Pra është një format i cili ndiqet pafund. Ky format i shërben artistëve të harruar, të pa harruar, njerëzve që dëshirojnë të merren me art, me televizion, pra është një lançim shumë i mirë për çdo këngë, i cili është në heshtje, apo që do të dali për herë të parë. Është një program i cili të reklamon në mbar publikun gjërë. Është një reklam shumë e mirë, është një reklam falas, të cilin do t'ja rekomandoja gjithë dhe të merrnin pjesë, edhe ty pse jo kujdo, sepse është një rilançim, është një eksperiencë e paparë që të vjen le të themi një herë në jetë dhe duhet shfrytzuar. Është një eksperiencë nga e cila mund të përfitosh shumë fansa, mund të përfitosh shumë bashkëpunime, si në rastin tim, mund të prezantohesh te publiku. Për shembull, unë kam pasur fatin
që para këtij programi njihesha si Klajdi Jetëve të Premtes, Klajdi Anjeza Shahini, ndërkohë tashmë publiku i ri më njeh si Klajdi Big Brotherit, edhe është magjia që ka ky program. Është një eksperiencë e veçantë dhe ju rekomandoj që të gjithë të marrin pjesë, pse jo? Unë jam shumë e lumtur që ke qenë pjesë e këtij edicioni, sepse me të vërtetë ke qenë një ndër personazhet e mi të preferuar dhe ke qenë një personazh i cili ke dhënë shumë harre në shtëpi, që ende sot i mungon asaj shtëpisë. U ndryshuan lojrat e shtëpisë, mirëpo gjesti i futi të themi 3 nga banorët, në fakt publiku i zgjodhi 3 banorë të ndryshëm. Pritet që do të shete një ndër ta që do të riktheheshë në shtëpinë? Dëshira për të rikthyer nuk ka munguar. Megjithatë, me Gjesti nuk kam pas raport keq, pra me Gjesti kam pas gjithmonë raport mirë. Dëshira e Gjestit për një arsye apo për një tjetër nuk u realizua. Megjithatë, nuk i dihet kurrë, ende ka lojë, ende ka kohë deri në fund të programit. Mund të ketë surpriza, mund të ketë rikthime. Jam dakord me ty që ka rënë pak kareja aty brenda. Po. Megjithatë, pra se gjithë aty brenda do të ketë gjithmonë dinamika humor, funny, Gjesti është dinamik dhe besoj që ai do të rikthehet ke Gjesti që ka qenë i fillimit. Edhe pse ka kaluar goxha kohë, dhe ai mbas Big Brother Kosova ka shkuar në Big Brother Shqipëria, sigurisht është një lodhje shumë e madhe edhe për të, por kam përshtypjen që ai do të kthehet te Gjesti që ai di të bëjë më mirë. Ndoshta edhe është një arsye e mirë të themi se nga çdo e keqe vjen një e mirë, është në fakt për ty shumë mirë që po shijon edhe suksesin e këngës dhe je të themi jashtë shtëpisë duke bërë atë që din të bësh më mirë, të krijosh magji këngët e tua. Unë dua vetëm një pyetje të fundit për Big Brother, kush mendon që do ta fiton këtë edicion edhe pse kemi edhe pak kohë deri në përfundimin e saj? Besoj që finale do të jetë Gerta, Rozana, Gjesti dhe Laerti. Për sa i përket fitores, kam përshtypjen që do të ndahet midis në këtë moment që ne flasim, pa pasur parasysh dinamikat që do të ndodhin nga sot e në vazhdim. Besoj që do të ndahet midis Gjestit, po shpresoj Laertit, por nuk e di. Prandaj po them, flasim për dinamikat e deri më tanishme, po do të ndahet midis Gjestit dhe Rozanës. Uroj që Gerta dhe Laerti të jenë më aktiv, që të jenë më pranë finales, por për momentin që flasim, besoj midis Gjestit dhe Rozanës në këtë moment. Me padyshim do të fiton ai që është më i fortë, mirë po gjithmonë ka shumë fitues, qoftë i publiku, qoftë i shtëpisë, qoftë i votave, kështu që më i miri le të fiton. Klajdi, unë dua të rikthehem tek muzika, aty që ti me të vërtetë tregon talentin tënd dhe tregon të gjithë krimtarinë tënde për shumë vite me radhë dhe nuk je të themi një këngëtar i ri, mirë po vetëm se po rikthehesh tani fuqishëm në botën e muzikës. Unë dua të di si ka evoluar sipas teje muzika, qoftë nga koha kur ke qenë prezent në shumë festivale të ndryshme deri më tani, sepse kënga jote e fundit e bukura është pak më ndryshe se këngët e tjera që ke realizuar ti. Si e mendon këtë evolimin e muzikës, qoftë edhe në krimtarinë tënde? Kënga e bukur është new age, është një këngë moderne, që përshtatet sigurisht shijeve të kohës. Muzika ka evoluar dhe do të vazhdojë të evolojë. Është e pashmangshme që mos i përshtatemi trendeve të kohës, qofshin këto ballkanike, europiane apo amerikane. Kjo nuk është një gjë e keqe. Nuk është një gjë e keqe për faktin se gjithçka ka një evolim. Si jeta ashtu dhe muzika. Më vjen keq për një pjesë këngëtarësh që nuk përshtaten dot, por është e detyrueshme le të themi për të përshtatur në mënyrë apo në tjetër, sepse siç ndryshon mosha, ndryshon koha, ndryshon dhe muzika dhe ne këngëtarëve na duhet dhe të eksperimentojmë dhe të evolojmë. Dhe unë kam asgjë kundra evolimit të muzikës. Ja që pam që edhe ti përshtatesh në këtë të themi new age, në këtë të themi pjesë të ndryshme pop më shumë të muzikës, të cila me të vërtet të shkon edhe kjo, pra e kemi parë që në çdo zhanre në fakt ti përshtatesh shumë lehtë. Klajdi, çdo këngëtar me sukseset e tij të cilat e presin, organizon koncerte apo festivale apo edhe darsma. Si janë planet e tua? Ku mund ta shohim Klajdin në të ardhmen apo të themi edhe këtë sezon verore? Do të fokusohesh në koncerte apo ke filluar të mendosh edhe ndonjë plane tjera të ndryshme? Po sigurisht do të rikthehem në koncerte, qofshin këto nëpër klabe, nëpër sheshe, pranë vetit, nëpër lokale. Megjithatë mbas kësaj këngë jam duke realizuar një dhe dy këngë të tjera lidhur me koncertet. Sigurisht do të rikthehem jo vetëm në skenës, por edhe publikut nga pranë.
Shpresoj që sa më shpejt jem dhe i pranishëm në Maqedoninë e Veriut. Aktualisht ju flas nga Kosova. Kisha disi të pamundur për të ardhur në tjetër tetë vonë brëm, të dola në Prishtinë për të vizituar dhe për të parë si funksionon jeta e natës, janë klubet. Dhe pse jo herës tjetër të pranishëm fizikisht në Shkup, dhe për të parë dhe atje si funksionon, për të krijuar kontakte, dhe pse jo për të filluar dhe atje një koncert, do dhe eksperimental për të parë, dhe për të prezantuar dhe me publikun e ri nga afër. Patjetër, ne të presim me pa durim, sepse është kënaqësia jonë të kemi edhe në kryeqytetin e shqiptarëve, këtë në Shkup, Klajdi. Njëkohësisht unë dua të pyes edhe për bashkëpunimet e radhës. Mund të na zbulosh diçka ekskluzive për të gjithë fansat e ndjekësit që po na ndjekin në fakt në këto momente në ritmin e ditës. Cilat janë bashkëpunimet e radhës, planet, këngat, tani në studio je besoj gjatë gjithë kohës. Për momentin jam tek Stine, duke realizuar një material muzikor. Me Petron gjithashtu do të realizoj një material drejt për drejt, pra vetëm Petro Xhori dhe unë. Më pas më pret Stresi në Rom për të realizuar dhe atje një bashkëpunim. Pra jam goxha i hallakatur nga studio në intervistë në Prishtinë, në Shkup. Jam gjithkohës në lëvizje nga studiot, nga këtej, nga topi tek ju, tek tjetri. Uroj të kem energjinë e duhur, mos të zaurohem në gjithë të xhiro që po bëj. Jo vetëm me disë shqiptarëve, po edhe jashtë kufide. Këto do t'jenë bashkëpunimet le të themi të radhës. Unë të kem dhe në një që nuk po e them për ta lënë surprizë, por për mua është e rëndësishme që publikut pëlqej këngët e Klajdit dhe të ndjehet mirë duke i dëgjuar ato. Po pak rëndësi ka se i bën Klajdi këngët, i bën tjetri. E rëndësishme është për muzika flet dhe jep efekt. Ky është qëllimi që unë dua të arrij. Dhe me padyshim e ke arritur Klajdi, sepse me të vërtetë ke bërë të gjithë personat me zemër, sepse të gjithë e kemi njohur Klajdin si personazh, tani e dëgjojmë edhe me këngët e tij mjaft të bukura të cilat i realizon dhe do t'i realizosh në të ardhmen. Për fund Klajdin ne do ta dëgjojmë edhe një herë këngën promovuese e cila është e bukur, e cila është dedikim për të gjitha vajzat, jo rastësisht është afër festave të 8 marsit dhe jam shumë e sigurt që çdo vajzë do ta gjejë veten aty. Mirë, po në mesazhin e fundit që don ta ndash me të gjithë ndjekësit dhe shikuesit e Maqedonisë së Veriut, një mesazh për fund dhe pastaj do ta ndjekim edhe një herë këngën padyshim. Uroj që t'ju pëlqej kënga e bukur. Mund të shkoni në kanalin tim në YouTube se ka edhe këngë të tjera shumë të bukura. Flas paktën për ata që nuk më kanë njohur më parë. Dhe në të ardhmen i premtoj që do të jetë këngë edhe më të bukura se e bukur. Jam shumë e sigurt. Klajdi, faleminderit shumë, të përshëndesim dhe së shpejti do të kemi patjetër të ftuar në studio ku do të flasim për projektet e radhës, sepse jam e sigurt që të themi sezona vetëm sa ka filluar për ju këngëtarët dhe me të vërtetë suksesi është i garantuar sepse je një artist me plot kuptimin e fjalës. Faleminderit, shumë e sjellshme. Edhe unë ju uroj çdo të mirë. Faleminderit shumë dhe mirupafshim.